Vazhdojmë të jemi së bashku me Ditë e Re. Sot do të flasim për ata të cilët ndoshta gjithmonë në këtë periudhë janë më me emocione, pse jo, sepse kanë para vetes edhe disa provime, por kanë para vetes edhe një mbrëmje mjaft të veçantë, siç është mbrëmja maturës. Ndërsa në këto momente besoj se ndoshta janë edhe me ide më të qarta maturantët se çfarë do të vazhdojnë në rrugën e tyre pas gjimnazit edhe cila do të jetë rruga e tyre e studimeve. Për të folur për këtë, kush më mirë se një nga vajzat të cilat unë shpeshherë them është kënaqësi ta kesh në studio sepse është e talentuar edhe një nxënëse shembull, siç është Sara Iljazi. Përshëndetje Sara. Përshëndetje Dafina, faleminderit për ftesën. Po mbyllet një kapitull 4 vjeçar i shkollës së mesme, edhe me cilat emocione tani pak para përfundimit mund të themi që e mbyll Sara këtë? Këto 4 vite kaluan shumë shpejt, do të thotë u duken sikur 4 javë, mos ta them 4 ditë, do të thotë kaluan shumë shpejt. Isha në studio disa herë dhe më pyete disa herë se çfarë do studiosh, dhe secilën herë fitova përgjigje të ndryshme. Ishte, mund të themi, një periudhë e vështirë për ne, sepse e dishim që fundi i vjen dhe diçka e re po vjen. Jemi në një udhkryq ku do të thotë ajo çfarë do zgjedhim do jetë e ardhmja jone. Mendoj që një 18 vjeçar, 18 vjeçare nuk është aq e aftë të di se çfarë dëshiron, sepse akoma jemi ato maturantët të cilët fluturojmë, të rinjt, jemi në atë euforinë tonë dhe mund të them që po e përfundoj me kënaqësi sepse po hap një etapë tjetër të jetës, por gjithashtu edhe me trishtim sepse këto 4 vite do të thotë është etapa e fundit e fëmijërisë sime. Unë ashtu e marr atë këtë etapë të 4 vjeçares plus 9 vjeçare, do të thotë një fëmijëri u mbyll, tash po hapim etapën tjetër. Tani një vajzë e rritur, e përgjegjshme, por që kjo përgjegjshmëri ka filluar edhe që më e vogël për Sarën. Ndërsa tani ta bëj edhe një herë pyetjen, çfarë do studiosh Sara? E bindur tashmë në fund të këtyre? Tashmë e bindur dhe mendoj që nuk do ketë ndryshime, por prap këto janë punët e Zotit në fund. Unë mendoj që do studioj drejtësi, aty e shoh veten më shumë. Isha mes shkencave politike dhe drejtësi, por mendoj që për mua një rrugë më e sigurt, ndoshta është edhe drejtësia, aty e shoh veten edhe më gjatë. Pse drejtësi? Të pengon pa drejtësia që po zgjedh drejtësinë? E urrej pa drejtësi, nuk mund të them që më pengon, por e urrej edhe shpesh herë, më duket që edhe në gjimnaz dhe më herët, e kisha atë përgjigje ndaj padrejtësisë gjithmonë, do të thotë gjithmonë ngrita zërin. Për çfarë do lloj padrejtësie? Dhe është shumë interesante që jo gjithmonë ishin padrejtësitë kundrejt meje, por edhe kundrejt të tjerëve. Dhe gjithmonë isha ajo e cila ishte e para, Sara. Dhe aty e shoh që ndoshta në thellësi të zemrës ajo është aty që është në fëmijëri dhe mendoj që jam duke bërë një zgjedhje të duhur. Kanë filluar provimet. Ka qenë provimi i parë në gjuhën amtare, më the. Si shkoi? Mund të them isha shumë të stresuar, isha jashtëzakonisht shumë e stresuar sepse këto mësime kishte goxha shumë dhe mund të them ne jemi përgatitur për këto 4 vite nga gjuha amtare shumë mirë, po kishte do pyetje të cilat pra mund të fusi në dilema, sepse kemi disa periudha modernizmi, postmodernizmi të cilat pra janë pak mund t'i kuptosh në shumë mënyra dhe nuk e din se si do ta marrin ato në ministri ty përgjigjen. Jemi përgatitur shumë tej masa dhe në fund kur dola para testit ishte një test mesatarisht i lehtë. Të thotë nuk ishte shumë i vështirë, të themi, por për atë që kam mësuar dhe është munduar bërëm diçka gjatë tyre 4 viteve të ndëgjoj në orën e mësimit, mund të them që e ka kaluar me sukses, sepse nuk ishte shumë i gjatë, ishte mesatarisht, do të thotë, nuk ishte as i lehtë as i zorshëm, ishte aty në një mesatare. Edhe për një nxënëse që ka mësuar, le të themi, konstant? Konstant ka qenë i lehtë, mund të them unë për vete, më zhdukur shumë i lehtë, ndërsa të tjerët kanë pasur ndoshta ndonjë dilemë, ndoshta të një pyetje gabim. Kam pasur dhe unë dhe përgjigjet të cilat na kanë jap ishin pak diskutabile, mirë po përsëri nuk dim çfarë do dalë, por jemi të kënaqur përgjithsisht. Provimet e tjera? Tash me 13 maj e kemi gjuhën angleze dhe pastaj kemi lëndën zgjedhëse për mua personalisht gjuha malazeze. Mendoj që këto dyja do i kryj me sukses sepse pak a shumë nuk janë gjuhë amtare, janë gjuhë tjera dhe janë më të lehta për ne, më të kapshme për rini, e din të gjithë.
mund të them kujdestarja ime ishte ajo e cila na përgatiti këto 4 vite dhe shpesh herë ne bëjmë shaka me të sepse sa herë që fillon ora është përgatitje për testime për maturë, po vjen matura, kështu që e falenderoj këtë rast, e falenderoj edhe kujdestaren time Zhiljanën, e cila këto 4 vite u mundua shumë për ne dhe mund të them që ja doli sepse jemi më së të përgatitur për këtë 13 muajin. Të dëshiroj shumë suksese. E di që do i përfundosh me sukses, për përsëri një urim duhet, kur nuk i dihet, janë provime. Mbrëmja e madhe e maturës, mbrëmja e veçantë, ka filluar Sara me përgatitjet për këtë mbrëmje? Po, kam filluar, nuk e marrë si diçka shumë të madhe, si diçka shumë spektakulare, është thjesht një mbrëmje. Mendoj që do jetë mbrëmja e fundit, pra që gjithë gjeneratët do mblidhet në një vend dhe ndoshta secili nga ne do vazhdojnë në një rrugtim krejt ndryshe. Dhe rrugët do rëndohen, disa do të shkojnë së bashku, disa dhe jo, por përsëri mendoj që ajo natë do jetë shumë emocionuese, sado që mendojmë ne që është vetëm një natë, mendoj që do jetë emocionuese. Unë kam filluar të përgatitem sa i përket veshjes dhe gjitha ato, nuk kam ndonjë stres të veçantë, më shumë stres e kam për këto provimet e maturës, të them të drejtën, sepse këto janë, edhe pse janë 2 orë, 3, por prap janë shumë më të vështira se ajo natë jam mbrëmja e maturës. Fustani çfarë ngjyre do ketë? Nuk po zbulojmë, se di që është kjo dëshira që atë mbrëmje të shiheni, por më zbulo pak. Në cilin stil është Sara? Sara është pak më elegante, Sara nuk ka qef shumë tjetë, të thotë me shumë gurë, me shumë gjëra, kam qef shumë e thjeshtë të jem, sepse mendoj që me thjeshtësi nuk mund të ka bosh shkur, dhe ndoshta ndonjëherë ajo me thjeshtë del edhe më e bukura. Ngjyra është e zezë, dhe hapra do jetë elegante dhe thjeshtë. Do thotë nga unë mund të prisni që të jem e thjeshtë, por ndoshta... Por do shkëlqesh. Ndoshta. E nisa me atë se çfarë do studiosh, edhe nuk mund të lë pa u kthyer pas, sidomos në këto 4 vitet sa ka qenë gjimnazi, që ka qenë mjaft e angazhuar në sektorin civil, mjaft e angazhuar, le të themi, në shumë aktivitete që edhe kanë ndërlidhur nxënësit e gjimnazit publik të Ulqinit me nxënësit edhe të komunave fqinje, siç është edhe Tivari apo komunave të tjera në Maltëzi. Ky angazhimi yti, edhe me, le të themi, projektet, me sektorin civil edhe me shkollën, atë ka plotësuar më shumë? Po, mund të them që po, në gjitha aspektet e mundshme, sepse ajo është si një, por është mësim jo formal, dhe mendoj që krahas mësimit formal i cili është i rëndësishëm, mendoj për mua personalisht, e kam thënë dhe ma heret, shumë i rëndësishëm është mësimi jo formal, sepse ti fillon të shikosh përtej katërmurimve të tu, fillon të njohësh një njerëz të ri, njohësh mentalitetet të reja, ballafaqohesh ndoshta me ndryshimet, e sheh që ndryshimet ndoshta të bashkojnë. Është e lehtë ta thuash kët, por vërtet kur qëndron para një personi tjetër apo një grup njerëzish tjerë, të cilët ndoshta në fillim kanë paragjykime, siç e dimë që kemi secili nga ne, kemi një lloj një dosë paragjykimi në vete, kur ti duhet të ballafaqohesh me ato paragjykime, më beso dhe fin nuk ishte e lehtë, por gjatë kohës, gjatë mënyrës se si unë i trajtova njerëzit e tjerë, mësova shumë, se si dikush mund të mendoj më ndryshe, të shikoj situatën, do të thotë nga këpucet e tjetrit, sepse ajo është edhe më e rëndësishme, mësova të kuptoj tjetrin, të dëgjoj tjetrin, ajo thjesht të flas kundër atij tjetrit, do të thotë kemi pasur shumë debate, kemi pasur shumë ndeshje mendimes të ndryshme, sepse ajo është normale, por kam mësuar të dëgjoj, të pranoj gabimin tim, të eci përpara dhe çdo ditë të kërkoj më të mirë nga vete. Dhe ky mësim jo formal mua më plotësoi në atë sferë, të themi, dhe mendoj që jam kjo siç jam sot, shkaku mësimit jo formal, shkaku këtyre projekteve, workshopeve të ndryshme, dalja nga rajoni i Malit Zi, njohja njerëzve të tjerë. Mendoj që kjo më plotësoi shumë. Cilën do ta mbash në mend si më të veçantin? Nga projektet ndoshta. Edhe pse janë shumë. Tash i kuptoj të tjerët kur nuk dinë si të përgjigjen në këtë pyetje, është një pyetje e vështirë sepse secili ka një vend në zemrën tënde dhe secilin e mbaj mend nga një gjë. Do themi, një gjë mësova në secilin, por ndoshta njëri nga më të veçantit për mua ishte me Super Schools Rajko, kur isha unë në Sarajev dhe isha përballë 100 të rinjve nga Ballkani.
Dhe meta nuk dita si do të përballen, por kur je rrethuar me njerëz të mirë të cilët kanë të njëjtën ide, të themi, për ndryshim, për ecje përpara, ishte më lehtë të dalësh. Do thotë, akoma sot e kësaj dite flas me ato njerëz dhe 100 veta ishin aty dhe isha e rrethuar me njerëz shumë të mirë. Ndoshta ajo më ka mbetur në kujtim sepse pava që mund të përballem edhe në një rajon, në një hapësirë ku ka njerëz të ndryshëm, do thotë. Studimet do i vazhdosh brenda Malit të Zi? Po, studimet mendova dhe do t'i vazhdoj në Podgoricë, për drejtësi normal në Universitetin e Podgoricës. Mendoj që kudo që të studiosh, nëse ti ke dëshirë të studiosh, nëse ke vullnetin për studim, secili nxënës mund të përparojë, qoftë në Malë të Zi, qoftë dhe jashtë, dhe shumë e shoh që iniciojnë të rinj të shkojnë një jashtë të vendit, por nuk do të thotë që studimet fillestare nuk mund t'i bësh në vend tënd, sepse pse jo, mund të dalësh dhe jashtë, ke shumë programe të tjera, Erasmus dhe të tjera të cilët të mundsojnë ty të shkosh jashtë të vendit, jashtë të rajonit, jashtë të shtetit, të kryesh një semestër apo një vjet në ndonjë shtet evropian, dhe pastaj të kthehesh përsëri në vendin tënd. Mendoj që ashtu është një udhëtim për mua më i sigurt dhe më i mirë, sepse studion në vend tënd, je në vendin tënd. Një të gjitha ligjet mirë. mirë. Një të gjitha ligjet të, sidomos për drejtësi, mos të flas sepse nëse do të punosh në Malë të Zi, normalisht duhet të dish ligjet e Malit të Zi dhe duhet të mësosh me atë program, ndërsa mendoj që kush don të mësoj mundet ku do të mësoj. Shumë e vërtet. Do të vazhdosh edhe në studime, themi edhe me anën akademike, edhe me këtë anën tjetër të sektorit civil sale? Unë kur isha në Sajamin për panairin për këto universitetet, unë shikova universitetet të cilat do të më përkrahin edhe në këtë sektorin tjetër, sepse po të shkruaja për shembull mjekësi, do ishte shumë e vështirë të jesh fokusuar në mjekësi, sepse e dim sa e vështirë është ajo dega, ajo fush, dhe të vazhdoj me sektorin civil. Do ishte pak e vështirë, ndoshta dhe e pamundur, ndoshta, por kjo çfarë zgjedha unë do të më ndihmoj edhe më tepër, sepse gërshëton shumë bukur dhe mendoj që ajo është bërë pjesë ime, pjesa civile dhe unë nuk kam dashur të heq dorë nga ajo dhe nuk do të heq dorë nga ajo, sepse është bërë si pjesë ime dhe nuk mund ta shoh veten pa atë pjesë. Tani si një juriste e ardhshme, edhe si një juriste që do t'ja nisë kësaj rruge, për çfarë Sara mendon që ndoshta do të ngulesh këmbë më shumë për zgjedhur padrejtësitë? Në cilën pjesë e sheti që është më e theksuar? Padrejtësia është e theksuar gjithkam. Gjithka është e theksuar, por mua shumë më pengon dhe më iriton të themi ashtu kur i shoh në pozicione të larta njerëz të cilët do ta them kështu, por ndoshta do keq kuptohen, ndoshta jo, njerëz në pozita të larta të cilët kanë hyrë në ato pozita shkaku lidhjeve dhe jo shkaku dijes. Kjo është ajo e cila mua më pengon, sepse si një njeri i cili ka mësuar, ka kryer shkollë, të jetë akoma në shtëpi, për jap shembull, dhe mos të ketë atë për të cilën ai ndoshta ka ndërruar, pra një lidhje ta prish ëndrrën e dikujt, mua ajo padrejtësi është, do të thotë, shumë e madhe sot dhe për këtë arsye jemi në situatë çfarë jemi, sepse mendoj që në pozita të larta janë njerëz të cilët nuk i meritojnë ato pozita, po e them kështu, po e them haptas, por gjithashtu dhe në pjesën tjetër, në pjesën e pakicave, në pjesën e civileve, mendoj që kemi shumë padrejtësi dhe mendoj që ato duhet ti çrrënjosim, si të themi, nga shoqëria. Kur shoh një vajzë që tashmë po bëhet një vajzë e rritur, 18 vjeçare, themi, për të marrë këto gjërat përsipër me kaq bagazh pas vetes, unë jam shumë e lumtur edhe krenare. Kemi parë edhe, le të themi, në pjesën e moderimit ndoshta. Po do ishte për mua, unë do të thoja hajde bëju gazetare dhe punojmë së bashku. Por mund ta shohim ndoshta të gërshëtuar diçka në të ardhmen, të pëlqen media, të pëlqejnë edhe këto sfidat e tjera, Sar? Po, pëlqejnë shumë, sepse gjithmonë edhe si e vogël isha e rrethuar me kamera, isha gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe gjithmonë më pëlqente të isha në qendër të vëmendjes. Mediat, letërsia, në përgjithësi letërsia, mediat, poezia, arti, janë diçka që janë pjesë e imja. Drejtësia, arti, letërsia, gazetaria, gjitha këto janë pjesë e imja. Dhe mendoj që
pse jo në ndonjë të ardhme të shihni ndoshta ndonjë gjë nga pjesa tjetër, artistike, moderatores, ndoshta si ndonjë dikush që shkruan, sepse unë edhe shkruaj, edhe recitoj dhe gjitha ato, dhe mendoj që ndoshta një ditë do të zbulohen ato talente, do të dalin e pak më tepër. Për ty përfundon një cikël tani me shkollën e mesme, fillojnë studimet, por për ata që do fillojnë ciklin e shkollës së mesme, çfarë do të thojen? Ti si në fund të këtyre? Dëgjoni fjalët e kujdestares, sepse kujdestarja neve na tha këto 4 vite do të kalojnë shpejt dhe mësoni për provimet e maturës. Këto ishin fjalët e para të kujdestares, të cilat ne nuk i morëm me seriozitet, sepse si një 15 vjeçare ti nuk mund ti marrësh me aq seriozitet dhe të kuptosh botën se si do ta kuptosh kur je 18 vjeçar ose kur je 16, mos të kalojnë shumë vite. Unë të doja t'ju thoja gjithëve që ta shijojnë këtë periudhë të bukur, sepse me besoni është një periudhë e cila do ju ndjek pas. Nuk po them që nuk do harrohet, ndoshta harrohet, sepse studimet ndoshta na pret diçka dhe më e bukur atje, por shijoni momentin në cilin jeni dhe mos e harroni mësimin, sepse mendoj që edukimi dhe mësimi janë ajo më e rëndësishmja dhe mendoj që nëse ti me të vërtet don, mund të arrish diçka shumë të madhe në gjimnazin ton, sepse ka mjaft gjëra të reja, ka mjaft projekte në të cilët janë të kyçur dhe ishte kyçur dhe gjimnazi jon, dhe kisha dashur që të rit, këto fillestarët, ndoshta, të jenë ato të cilët do vazhdojnë udhëtimin tim me projekte, me gjëra dhe shpresoj që një ditë do të kthehen pas, ndoshta kur shkojnë në studime, do kthehen pas dhe do mbajnë ndonjë projekt dhe do shoh ndoshta ka ndonjë i cili ka pasion ndaj projekteve dhe ndaj edukimit jo formal. Duhet të lexojnë shumë? Duhet të lexojnë shumë patjetër, këtë harrova. Leximi nuk mund të zaventohet me asgjë. Unë fillova të lexoj pak më vonë, por prirja për letërsi, dashuria për letërsi është goxha e madhe, saqë gjithë e dinë. Dhurata më e bukur për mua është thjesht një libër, sepse ai libri është një mësim i jetës. Edhe mund të them që leximi është diçka shumë e bukur, vetëm thjesht gjeni libre të cilët do ju pëlqejnë, do ju përshtaten. Për mua ato janë filozofike dhe absurditeti, por për mua ato janë gjë më e bukur. Them lexoni sa më shumë, mësoni, dëgjoni dhe edukohuni. Unë falenderoj që përgjatë këtyre viteve sa ke qenë në shkollën në gjimnaz, besoj dhe më herët, por tani sa ndoshta edhe unë kam qenë më afërt me ty si nxënëse edhe si vajzë e cila është angazhuar shumë edhe në aktivitetet jashtë-shkollore, uroj që të mbesin kujtimi bukur edhe këto biseda që kemi pasur së bashku, edhe që pas përfundimit të asaj mbrëmjes së bukur edhe provimeve dhe gjithçka, kur të fillojnë studimet, jemi përsëris bashku. Sart, dëshiroj shumë suksese me gjithë zemër, edhe uroj shumë që të jesh shembull për të gjithë nxënësit e tjerë që do të vazhdojnë në gjimnazin publik. Faleminderit shumë, Dafina. Kënaqësi.